Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani shalqi, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe veshkave tuaja. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe me fiber. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë të mëdha. Në këtë video do të mësoni sipas health.com vlerat e mëdha të shalqinit dhe sigurohuni që të mos mungojë në tryezën tuaj. Gjithmonë duke konsumuar brenda sasive të lejuara, do të merrni përfitimet më unike në dobi të organizmit. Mund ta përfshini në sallata të ndryshme ose edhe në ëmbëlsira, ta shoqëroni me djathë dhe ta konsumoni sipas dëshirës. Sipas health.com, do të rendisim të gjitha përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i shalqinit. Një përfitim i mirë është edhe për shëndetin e zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët të cilët ulin rrezikun e atakut në zemër. Ofron një mbrojtje më të mirë për gjymtyrët. Shalqini përmban pigmente natyrale që luftojnë inflamacionin e gjymtyrëve. Disa studime të cilave u referohemi thonë se fali konsumit të shalqinit, njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma dhe artriti. Shalqini është i pasur gjithashtu edhe me antioksidant. Ngjyra e kuqe e shalqinit ja atribuohet likopenit, një antioksidant që ulë rrezikun e radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini përmban edhe likopen më shumë se domatet ose çdo perim tjetër. Shalqini do të ofrojë mbrojtje për lëkurën. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin edhe ndaj djegjeve nga dielli. Shëndeti i syve. Një racion me shalqin plotëson 30% të nevojës ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Ofron një hidratim më të mirë për trupin. Sipas të dhënave të cilave u referohemi, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë. Ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm e drobit atë. Ofron një zbutje më të mirë për lëkurën. Shalqini do të jetë një mundësi e shkëlqyer e vitaminës A, B6 dhe C, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës të butë dhe të lëmuar. Shalqini mund të shfrytëzohet edhe si një mask lëkure duke u përzier lëkura e tij me kosk. Mbajini 10 minuta dhe më pas e shpëlani. Duke konsumuar shalqin do të merrni më shumë energji. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet që gjenden te shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit që kryejnë aktivitete fizike intensive. Shalqini përmban edhe kalium, një mineral që ushqen muskujt dhe garanton më shumë energji. Shalqini, niveli i glicemisë të shalqini është 80, por falë karbohidrateve që ai përmban do të thotë se mund të ofrojë një mbrojtje të mirë për personat që vuajnë nga diabeti, vetëm duhet të dini të mos e teproni. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen. Njerëzit që vuajnë nga koliti nuk duhet i thonë jo shalqinit sepse është një frut shumë i lehtë për t'u tretur. Shalqini është i butë dhe i lëngshëm, ndaj nuk e dëmton stomakun, gjithmonë duke e konsumuar gjithashtu brenda normës së lejuar. Shalqini përmban pigmente natyrale që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime thonë se fal konsumit të shalqinit, njerëzit janë më pak të prekur nga sëmundje të tilla si artriti dhe reumatizma. Shalqini është i pasur me aminoacide që ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe nga antioksidantët, të cilët ulin rrezikun e një ataku në zemër. Ngjyra e kuqe e shalqinit ja atribuohet likopenit, një antioksidant i cili ul rrezikun e radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini përmban likopen më shumë se domatet dhe çdo perim tjetër. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin edhe ndaj djegjeve nga dielli. Një racion me shalqin plotëson 30% të nevojës ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë. Ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në organizëm e drobit shumë atë dhe krijon gjithashtu shumë probleme në shëndetin tuaj. A i dini se shalqini përmban vetëm 46 kalori për një filxhan.
Shalqini është i mbushur me shumë lëndë ushqyese duke përfshirë vitamina dhe minerale dhe gjithashtu siguron elektrolite të tilla si kaliumi. Çuditërisht, farat e shalqinit janë një fuqi ushqyese si acidi ylliror omega 3, proteinë, vitaminë, hekur, zink, bakër, magnez dhe kalium. Pjesa më e mirë është se ka në pak sheqer. Shalqini është një nga ushqimet hidratuese që mund të hani gjatë verës. Fruti është 92% ujë. Mund të ndihmojë që të ndjeni të hidratuar dhe t'ju mbajë të ngopur pa shtuar shumë kalori. Shalqini përmban likopen, vitaminën E dhe komponentë të tjerë bimor që janë edhe duke ofruar efekte të mira kundër radikaleve të lira. Disa lëndë ushqyese të shalqini janë të mira për shëndetin e zemrës. Për shembull, likopeni është i lidhur me kolesterolin më të ulët dhe presionin e gjakut. Zvogëlon dhimbjet e muskujve. Shalqini përmban citrulin, një aminoacid që duket se zvogëlon dhimbjet e muskujve pas tërvitjes. Citrulin është gjithashtu në depozitën si një shtesë, por ulluntimet tregojnë se thithja e tij është efektiv kur konsumohet si një përbërës i lëngut të shalqinit. Shalqini është i pasur me antioksidant të rëndësishëm për imunitetin. Shalqini është i pasur me antioksidant si likopeni, vitamina C, që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe dëmtimit oksidativ. Studimet gjithashtu sigurojnë se likopeni mund të ndihmojë në vonimin e fillimit dhe përparimit të sëmundjeve së Alzheimerit, si dhe parandalimin e degenerimit makular lidhur këtu me moshën. Shalqini është i mirë për flokun dhe për lëkurën. Shalqini është i pasur me vitaminën A dhe C, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Vitamina C ndihmon trupin tuaj të prodhojë kolagjen, një proteinë që jep elasticitet lëkurës dhe ndihmon në rritjen e flokut. Vitamina A është e rëndësishme për ndërtimin dhe riparimin e qelizave të lëkurës. Me mungesën e kësaj lëndë ushqyese, lëkura juaj mund të duket më e thatë, më e brisht dhe gjithashtu mund të jetë më e lehtë për t'u dëmtuar. Konsumi i shalqinit në dietën tuaj të përditshme duhet të bëhet gjithmonë brenda normës së lejuar, pasi vetëm kështu do të keni përfitimet të tij unike. Shalqini është shumë i shëndetshëm, mirë po vetëm nëse i përmbaheni disa rregullave. Shalqini sjell trupit tonë në një numër të madh të mirave. Falë ndikimit të diuretik, ai është aleati besnik i eliminimit të peshës së tepërt trupore, madje edhe në eliminimin e celulitit. Edhe një benefit është se lehtë të ngop sepse është përplot me fibër dhe jo ëmbël, por përmban edhe pak kalori. Lëngu i shalqinit forcon imunitetin, ndihmon në detoksifikimin e organizmit dhe është një antioksidant i mirë. Gjithashtu shalqini është përplot me vitaminën A, C, kalori, fosfor dhe magnez. Megjithatë, e vetmi rregull që duhet i përmbaheni është të hani shalqin gjithmonë brenda normës. Dhe gjithashtu nuk duhet të hani atë përpara se të shkoni për të fjetur. Në të vërtetë, atëherë ekziston mundësia që stomaku juaj të mos e tresë, sepse gjatë gjumit ngadalësohet metabolizmi, prandaj në mëngjes mund të keni probleme. Pas kësaj do ju detyroj të shkoni më shpesh në WC gjatë gjithë natës dhe nuk mund të flini mjaftueshëm. Konsumi i shalqinit në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të tij. Shalqini është një frut që përdoret shumë në ditët e nxehta të verës, por mënyra se si e konsumoni mund të çojë në shumë vlera ose në dëmet të tij. Ai është i pasur me vitaminën A, C, B6, zink, kalium, magnez, si dhe antioksidant që mbrojnë organizmin nga problemet dhe lufton pllakjen. Studimet kanë treguar se 95% e vlerave të shalqinit ndodhen pikërisht te lëkura e tij. Lëkura e shalqinit kontrollon gjithashtu tensionin e gjakut dhe mban nivele normale të përmirësuara urinare. Prandaj nëse hani shalqin, mos e hidhni pjesën e bardhë të tij, por gjithmonë e bëni kliko dhe merrni përfitimet që ai ka në shëndetin tuaj. Është e rëndësishme të konsumohet me masë për të evituar gabimet në përdorim. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.